Gati një vit nga raporti dhe rekomandimi i ish-përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell për heqjen e masave ndaj Kosovës, presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa tha se paraprakisht duhet të ndodhë deeskalimi në veri. Kostas publikisht i replikoi presidentja Vjosa Osmani, e cila përmendi raportin e Borrell, marrëveshjen e Bratislavës dhe përmbushjen e obligimeve nga Kosova, përfshirë referendumin për zgjedhje të reja në 4 komunat në veri. Krahas atyre që përmendi presidentja, në vlerësimin e profesorit Dritoro Arifi, deklarata e presidentit të Këshillit Evropian, i cili mori detyrën në dhjetor 2024, ka shpërputhje me zhvillimet. Po ashtu edhe Parlamenti Evropian e vërteton që Kosovës duhet të hiqen masa, sepse janë jo të justifikueshme në mënyrën se si janë vendosur. Pra ka shumë njëmori gjëra që kanë ndodhur që kryetari i Këshillit Evropian nuk i përmendi, apo nuk doj të përmend, apo nuk ka direktivë më të qartë nga vendet anëtare, sido që të jetë, ishte një takim shumë i zbet, edhe pse niveli i përfaqësimit ishte shumë i lartë. Pasi tha se Kosova do të duhej të tregonte më shumë kujdes para se të futej nën masa, opinionisti Bekim Kabashi tha se fragmentimi brenda bllokut 27 antarësh e vështirëson situatën, që theksoi se është e ngjashme me atë me demarkacionin dhe liberalizimin e vizave. Dalja prej tyre mendoj që është shumë e vështirë për arsye sepse vendimarrja në Bashkimin Evropian është konsensuale, domethënë duhet të pajtohet të gjitha shtetet. Ne e dimë se çfarë qëndrimi kanë disa shtete në raport me Kosovën, e disa shtete edhe në raport me Serbinë që mundet me pas ndikim impakt në vendimarrjen e Bashkimit Evropian. Kështu që unë më shumë vështirë heqjen e masave, madje nuk përjashtohet mundësia që ndra statuti i asociacionit, dërgimi i tij në gjykatë kushtetuese nëse atje të kushti i fundit për heqjen e masave. Në qershor bën 2 vjet prej kur Bashkimi Evropian vendosi masa ndëshkuese ndaj Kosovës si pasojë e zhvillimeve që lidheshin me vendosjen e kryetarëve të zgjedhur me numër të ulët votash në objektet komunale në komunat me shumicë serbe në veri. Ndërkaq po në qershor bëhet 1 vit prej kur ish-përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Josep Borrell paraqiti raportin vlerësues që rekomandon heqjen e atyre që ai quante sanksione ndaj Kosovës.